Fakti që jetën e kalojnë pas hekurave të burgosurit shqiptar nuk privohen nga aktiviteti fizik në burgje. Për këtë arsye, edhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka iniciuar një kampionat futbolli që ka startuar nga minifusha e Institutit të Riedukimit në Fushkruj. Në fakt, sportistët nuk janë lojtar klasi, por të dënuar që kanë pasion futbollin, ndërsa spektatorët janë në rastin më të mirë gardianët dhe në rastin e ndeshjes së hapjes edhe drejtuesit e burgjeve. Kampionati, përveç se është një mundësi e mirë për të dënuarit të lënë pak çast e hekurat e qelisë, është edhe një eveniment zyrtar që ka marrë bekimin e Komitetit Olimpik Shqiptar. Sot bëm ceremoninë e hapjes kampionatit futbollit që do të zhvillohet midis gjithë institucioneve. Ky aktivitet nuk do të jetë as i pari as i fundit, pasi ne kemi në dorë një sër projektesh, një sër planesh, të cilat kanë për qëllim jo vetëm rehabilitimin dhe integrimin e këtyre personave, por për të bërë të mundur dhe dhënien e aftësive apo profesioneve të caktuara. Prania e Federatës Shqiptare të Futbollit do të jetë në çdo fushë, në çdo institucion me përkrahjen maksimale. Ndeshja e parë ka qenë ajo mes burgut 325 dhe Vendasve të Fushkrujës. Pikërisht të dënuarit më në gjendje të mirë sportive kanë rezultuar Vendasi që edhe kanë fituar ndeshjen e parë me rezultatin 8-4. Ndeshjet e tjera do të zhvillohen nga njëri burg në tjetrin duke nxjerrë në fund skuadrën fituese që si çmim prestigji do të ketë një përballje me kombëtaren shqiptare të futbollit.